O Zoti ynë, ty të lutemi, ja Allah, mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty, mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde, mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje, ja Allah. O Zot, mos i dëno ato zemra që janë të mbushura me dashurinë për ty. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, o ju besimtar që besoni Allahun edhe ditën që do të dilni përpara Allahut. Jo është bërë obligim juve agjerimi muajit Ramazanit, siç ishte obligim edhe për ata që ishin përpara jush, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë që të afroheni edhe më shumë tek i madhi Allah. I madhi Zot i thiri besimtarët me emrin e tij që quhet El-Mu'min, i shënoi në librin e tij, i nderoi kur vetë ai me madhështinë e tij u drejtua drejt për zdrejti dhe i tha: ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. I thiri me emrin më të veçantë, o besimtar, me cilësinë më fisnike të njerëzve të dijshëm, duke ngritur gradën të dashurve të tij. O ju që besuat Allahun, o ju që i keni dhënë besën Allahu xhaleshanu se do e besoni me shpirt dhe jeni akoma në këtë besë i keni dhënë Allahu xhaleshanu. Ju është bërë obligim ky agjërim që të ngriheni shpirtërisht dhe të afroheni edhe më shumë me Zotin tuaj. Pastaj me butësinë e tij e shtoi sqarimin në ajetin vijues dhe tha: "Ejame ma'dudat", janë disa ditë të numëruara, ditë të përcaktuara. Pastaj akoma më tepër e shtoi sqarimin e tij për besimtarët dhe tha: "Shehru Ramadan", është muaji i Ramazanit, pra bëhet fjalë këto ditët e numëruara vetëm një muaj i Ramazanit, një muaj nga gjithë viti, por edhe muajin e sqaroi dhe tha: "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Hani dhe pini deri në momentin e agimit të parë, dhe e tha në mënyrë figurative sa të dallohet peu i bardhë nga peu i zi, pra fillimi i ditës që fillon të çeli dita, e deri sa të filloj pra nata në akşam. Sikur Zoti i Madh ju drejtua besimtarve në këto ajetet e agjërimit dhe i tha: "Ju kërkova ju agjërimin e një muaji nga gjithë viti", pra e disa ditëve të përcaktuara nga gjithë viti. Ama ju premtova ju shpërblimin më të madh, xhenetin, nëse e bëni këtë agjërim. Ju kërkova agjërimin e një muaji, por ju shpërbleva me shpërblime pa fund dhe me shpërblime të papërcaktuara, realitetin e të cilave e din vetëm Allahu xhelle xhelaluhu. Ju kërkova agjërimin e një vepër, pra një vepër e cila bëhet nga robi për hatër të Allahu xhaleshanu dhe për askënd tjetër, dhe ju shpërbleva shumë fish prej shpërblimeve, pra siç e thot Allahu xhaleshanu dhe siç e thon hadithet e profetit alayhi salatu wassalam: "Ela illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Përveç agjërimit, ai më përket mua, thot Allahu xhaleshanu, dhe unë shpërblej për të. E keni parasysh vëllezërit e mi dhe motra besimtare, kur dikush njeri mirë, kur dikush që është me pozitë, thot vetëm bëje këtë punë, vetëm bëje dhe mundohu që ta bësh në formën më të përkryer dhe në formën më të mirë, më perfekte, dhe pastaj shpërblimin ma lej mundor. Ti vetëm fokusohu tek puna që ta bësh ashtu siç duhet dhe mos ki hiç merak për shpërblimin pastaj. Dhe njeriu mundohet që ta bëj, pra punëtori mundohet ta bëj punën në formën më të mirë, dhe duke menduar se do të marrë shpërblim X, dhe kur vjen dita që të marrë shpërblimin, paraqitet përpara atij që i dha punën dhe surprizohet me shpërblimet e mëdha se ishin aq sa nuk e kishte prit mendja. E shembulli më i lartë është për Allahun xhaleshanuhu, si thot i madhi Zot: "Walis-saimi farhatan yafrahuma", siç transmeton profeti alayhi salatu wassalam. Ka shpërblim për agjëruesin dy gëzime. Në momentin e parë që çel agjërimin, pra ai gëzohet me iftarin e tij, një kënaqësi që e ndjen çdo besimtar dhe besimtare në momentin që çel iftarin. Dhe për katër të kësaj vepre që kanë bërë, Allahu xhaleshanu i premtoi se do t'i përgjigjet lutjes së agjëruesit. E para çdo iftari ne lutemi për një dëshirë ose për një ambicie që kemi në jetë,
ose për një lutje dhe një kërkesë që ja parashtrojmë Allahu xhaleshanu raport me veten tonë për të metat dhe për gabimet që kemi, që Zoti të na falë dhe të na mëshiroj, ose për çdo lloj gjëje tjetër prej çështjeve të dunjas dhe të ahiretit. E gëzimi përçon zemrat e besimtarëve që në momentin që merr hurmën e parë që çel iftarin, ose që të pi pak ujë mbasi ka ndenjur një ditë agjërueshëm për Allahun xhaleshanu. Ama gëzimi më i madh, wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, ditën që do të takojë Zotin e tij, do të gëzohet dhe do të kënaqet besimtari me agjërimin e tij që ka bërë për Allahun xhaleshanu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu xhaleshanu na tregoi neve se prej veprave ka që shpërblehen 1 me 10, 1 me 100, 1 me 700, ose edhe më tepër se sa aq. Ndërsa për agjërimin tha, unë e di shpërblimin e agjërimit, pra ai nuk ka mas me cilën mund të matet si shpërblim. Nëse njeriu mendon se shpërblimi i agjërimit i hyn 1 me 10 ose 1 me 100 ose 1 me 700, Allahu xhaleshanu thot, ti o robim vetëm bëje në formën më të mirë këtë agjërim. E ditën që do të dalësh para Zotit ta ke për ta pasur të surprizohesh. O Allahu madh, subhanallah. Çfarë mund të jetë shpërblimi i këtij agjërimi? Që neve Zoti xhaleshanu na e bëri kaq intrigues dhe kaq emocionues këtë shpërblim, pra që neve të mendojmë dhe themi që çdo gjë që mund të mendojë njeriu, ajo nuk është pra sa shpërblimi që do t'japi Allahu xhaleshanu. Çfarë mund të jetë ky shpërblim? O Zot, ty të lutemi, neve na jep shpërblimin e plotë të agjërimit që po bëjmë për hatër tat. E kur tha Allahu xhaleshanu dhe nuk e ka paramenduar askush se çfarë do të marri prej shpërblimeve të cilat nuk i ka imagjinuar askush ditën që do dali para Allahu xhaleshanu si shpërblim për ata që kishin punu. Thon dietarët e tefsirit Kur'anit, kana min amelihimus siyam, ishte prej veprave tyre pra agjërimi, e Allahu xhaleshanu i futin këtë lloj shpërbimi që kurse kishin imagjinuar besimtarët e sinqertë. Prandaj edhe Allahu xhaleshanu si na thanë në fillim të ajeteve të agjërimit, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që besoni Allahun, o ju që e keni me shpirt Allahun xhaleshanu edhe me zemër, sepse nuk mund ta bëjë këtë vepër agjërimin vetëm se ai që beson Allahun, vetëm se ai që pret shpërblim për Allahun xhaleshanu. Nëse dikush tjetër që nuk beson, si mund ta bëjë agjërimin të ri gjithë ditën pa ngrënë dhe pa pirë? Për çfarë duhet ta bëj? Për çfarë duhet ta bëj këtë gjë, pra dhe nëse ai nuk beson Zot, nuk beson ditën e gjykimit, nuk pret shpërblim, për çfarë do ta marrë shpërblimin e kësaj që po bën? E vetëm një besimtar i sinqert pra agjërimi është një nga provat edhe një nga shenjat se je besimtar i mirë, dhe ditën që Allahu xhaleshanu ty ta inspiroj zemrën që ta agjërosh për të madhin Zot, vallahi të ka dash Allahu xhaleshanu dhe të ka zgjedh që ty të orientojnë rrugën e agjërimit, të adhurimi kaq të madh që e kanë bërë profetët e Zotit dhe uliat e Allahut. Ai i cili është besimtar e pret shpërblimin prej Allahut xhaleshanu. Siç tregohet edhe siç thuhet në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, pasi kanë hyrë besimtarët në xhenet, ditën e parë që i ka shkel këmba në xhenet, kanë mbaruar hallet edhe streset, edhe kanë hyrë gjithë secili po shef atë që i ka ndarë Allahu xhaleshanu prej mirësive, prej begative e mrekullohet. Aty si që janë duke pa, pra duke u rehabilitu, duke pa gjërat e tyre, pra duke u sistemua, duke u rehatu, i thërret një thirrës dhe i thot, ja ehlel gjenne, o banorët e gjennetit, inna lakum inda Allahi ta'ala maw'idan fala tastakhiru. Juve thot keni thot një takim me Allahun xhaleshanu, prandaj kur thot mos u vononi as një moment dhe as një sekond. E gjithë siç janë banorët e xhenetit nisën për me shku për në takimin, për vendin e caktuar në xhenet për në takimin me Allahun xhaleshanu. Gjithë jetën ishin fal për atë Allah, gjithë jetën kishin agjëru për atë Allah, gjithë jetën ishin rujt nga harami edhe nga e keqa për atë Allah, gjithë jetën ishin fal edhe kishin rënë sesh dhe kishin lotu syu, ishin kërku falje, ishin lut Allahu xhaleshanu. Ja ku po vjen momenti që ta shohin madhështinë e Allahut xhelalu. E me shumë gëzim, me zemrat plot nisën për vendin
e duhur pra për në vendin që është përcaktuar. Aty ka mimbere prej misku, aty ka mimbere prej ari argjendi, aty ka mimbere prej luri, që për njerëzit që i ka zgjedhur Allahu Xheleshanu, për njerëzit që shumë me shpirt e kanë dash Zotin Xhelle Xhelalu. E gjithë secili zën vendet e veta sipas protokollit, sipas vendeve që janë caktuar. E gjithë me zipresin vetëm kur dëgjohet zëri i madhit Allah që thot: "Ejna ibadi alladhina ata'uni bil ghaibi wa lam yarawni." Ku janë robët e mi? Ku janë robët e mi cilët mua më kanë adhuruar pa më parë? Nuk më kanë pa në atë dynja. A e ka pa dikush Allahun Xheleshanu? Agjirim po majmë për Allah, po falemi për Allah. E Allahu Xheleshanu thot: "Fa hadha yawmul mazid." Kjo është dita që unë do t'ja shtoj mirësinë edhe begatin time atyre. Assalamu alaikum ya ahlal janna. Jep selamin Allahu Xheleshanu gjithë banorëve të xhenetit. Subhanallahu el-azim, çfarë momenti madhështor. Çfarë momenti emocionues dhe plot ndjenja për besimtarët, të cilët maniten nga komunikimi me Allahun Xhelle Xhelalu. O Zot, ty të qofshim fal për udhëzimin edhe për orientimin, ja Allah. E si që thuhet, mos ja ktheni këtë selam të madhit Zot, vetëm se me shprehjen Allahumma ente selam, o minke selam, te barek te ja dhe l'gjelali wal ikram. O Zot, ti e paqe, prej teje është paqja, ti e i madhështuar, ja Allah, ti e i madhruar, ja Allah, i lartësuar, ja Allah. E pasha krenarin ta ata, as një të met nuk takon ty, o Zot, as një met nuk takon ty. E Allahu Xhelle Xhelalu i merr besimtarët dhe i flet dhe i thot: "Çfarë kërkoni prej meje? Kërkoni." Momenti i parë thon: "O Zot, kënaqesh prej ne." Thot: "Sigur mos isha kënaq për ju, nuk do ishit juve këtu në banesën time pranë xhenet." Atëherë i thon: "O Zot, shikojmë fytyrën tate." E Allahu Xhelle Xhelalu thot: "Kjo është dita, thot, që unë do t'ja shtoj edhe më shumë begatin." Subhanallahu el-azim. Ramazan, vëllezërit e mi, është quajtur për shkak të nxehtësisë që ka ky muaj. Sepse ashtu si që gurët e tokës thithin nxehtësinë e diellit, ashtu edhe zemra e thith këshillën edhe mbushet plot me iman. Por gjithashtu është quajtur Ramazan, sepse si që digjet fytje dhe thahet goja nga etja për Allahun Xheleshanuhu, ashtu gjithashtu pra do të pastrohen mëkatet nga trupi, nga zemra e njeriut. Është quajtur Ramazan sepse ai pastron trupin, por pastron gjithashtu edhe shpirtin edhe zemrën. Është quajtur Ramazan sepse është adhurimi i urisë edhe i etjes. E ka shumë mundësi që ai që e bën me zemrë edhe me shpirt, etja edhe uria e Ramazanit, ti ndalojnë edhe ti pengojnë ati etjen edhe urin e ahiretit. Vjen një burr tek profeti alayhi salatu selam dhe i thot: "O i dërguar i Allahut, thot, më trego, thot, për fenë e Zotit, më trego për Islamin. Çfarë detyrohem unë karshi Zotit tim? Çfarë kërkon Zoti im prej meje?" E i thot profeti alayhi salatu selam: "Zoti yt kërkon prej teje që të falësh për Allahun, thot, 5 vakte." Thot: "Po diçka tjetër?" Thot: "Jo, thot, kjo është detyrim vetëm nëse dën të bësh diçka vullnetare." I thot: "Allahu Xheleshanu kërkon prej teje të agjërosh muajin e Ramazanit." Thot: "Po tjetër?" Thot: "Vetëm nëse don të bësh diçka tjetër shtesë vullnetare." Pastaj i tregon profeti alayhi salatu selam për zakatin. I thot: "Po tjetër?" "Jo, vetëm nëse don të bësh diçka ti vullnetare nga ana jote, sadaka." I thot: "Pasha Allahun," thot, "betohem në Allahun," thot, "Wallahi la azidu ala hada wala anqusu abada." Asnjëherë, thot, as kam për të shtu, edhe as nuk kam për të paksuar nga këto porosi dhe nga këto që kërkon Zoti im prej meje. E kur u largu ky burri, tha profeti alayhi salatu selam shokëve tij: "Eflaha in sadaq." Për Zotin tha, ka shpëtu nëse do t'i përmbahet këtyre që i ka kërkuar Allahu Xheleshanuhu. "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili agjeron Ramazanin me shpresën se do t'i fali Allahu Xheleshanuhu mirësinë, faljen, begatinë e tij edhe mëshirën e tij, Allahu Xheleshanuhu ka për t'ia falë gjithë mëkatet, duke e prit shpërblimin vetëm prej të Madhit Zot. E prej kujt mund të pritet shpërblimi tjetër? Prandaj, kush e ndjen veten fajtore, të gjithë ne kemi faje dhe gabime. Ky është momenti dhe ky është muaji. Ai i cili dëshiron
që të falet nga Allahu xhaleshanu, të fitoj faljen edhe mëshirën e Zotit. Ky është muaj që mund të fitoj faljen edhe mëshirën më shumë se kur. Kush dëshiron të fitoj kënaqësinë e Zotit dhe inshallah xhenetin e përjetësisë, pasha Allahu në Ramazani është mundësia më e madhe që na jep neve Zoti xhelle xhelaluhu. El-Qur'an was-siyamu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Kur'ani dhe agjërimi do të ndërmjetësojnë për njeriu, pra për besimtarin, ditën e gjykimit. Nëse je duke majtë Ramazanin, atëherë rri qetë edhe vallai mbushe zemrën plot, se ditën e gjykimit agjërimi do të vitë të marri për dorë edhe do të çojnë xhennet me lejen e Allahu xhaleshanu. Nëse po përkushtohesh për Kur'anin, libri i Allahut do të qëndrojë para Zotit dhe do thotë Zoti im e më ka lexuar gjatë natës edhe është fal me mua, gjithashtu edhe gjatë ditës, ja Allah. O Zot, ndërmjetësoj për këtë njeri dhe për këtë besimtar derisa ta fusin atë në xhennet me lejen e Allahu xhaleshanu. E lut Zotin të na faljet, na mëshiroj. Amin. Vjen një person nga zonat e thella të Shkëtirës, nga fshatrat e largët tek profeti alayhi salatu wassalam, dhe i thot: ja Rasul Allahu, i dërguar i Allahu, men yeli hisab el khalqi, kush do ta ketë në dorë llogarimarrjen e njerëzve, pra e krijesave, kush do ta ketë në dorë llogarimarrjen, pra përgjegjësinë ditën që do të dalin para Allahu. E i thot profeti alayhi salatu wasallam: Allah. I thot Allahu vetë do ta marri përsipër këtë, u gëzua shumë dhe filloi duke thënë Allahu Ekber, Zoti është më i madh, derisa i lotun syt. E i tha profeti alayhi salatu wasalam: pse gëzohesh ta për këtë që thash? I thot: innal kerime idha qad rafa, sepse ai që është bujar, nëse ka në dorë me morhak ose nëse ka në dorë me bokeq, ai fal dhe toleron. E Allahu xhaleshanu është më i madh i bujar. E ne kemi gabime, kemi tmeta, kemi mëkate, po shqyr që është në dorë të Allahut, thot se Allahu xhaleshanu është më i madh i bujar. Imagjino çfarë koncepti, çfarë vizioni, o Allahu madh, çfarë mendimi për Zotin xhaleshanu. Pasha Allahun, Allahu është më i madh i bujar. Vallahi Allahu është më i madh i mëshirues. Për Zotin Allahu xhaleshanu është më i madh i falës. E kështu duhet mendoj besimtari në zemrën edhe në shpirtin e tij, se kemi Zotin më bujar. Elhamdulillahi rabbil alamin. O Zot, faleminderit. Ky është Zoti i madh, Zoti i bujar. Po të shikosh profeti alayhi salatu wassalam në Ramazan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Ishte njeriu më bujar që ekzistonte. Ama më bujar akoma bëhen muajin e Ramazanit. Ky është muaj që ne duhet jemi bujar, ne duhet falim e tolerojmë njëri tjetrin. Ne duhet ndihmojmë njëri tjetrin, duhet sa të mundemi nga ajo që na ka dhënë Allahu xhaleshanu. Ata që kanë nevojë, ku ka derë bamirësie, ku ka derë mirësie, ku ka derë në rrugën e Zotit, ke xhamia e Zotit ose kudo që mund të bëhet mirë. Ma aq sa ke mundsi, ky është muaj që duhet njeriu pra më përkushtu më shumë se kudo tjetër. E ka shumë mundësi ata cilët janë bujar, ti trajtoj Allahu xhaleshanu me bujarinë e tij. Ka shumë mundësi ata cilët falin, Allahu xhaleshanu ti fali. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Mëshiruesit, ata që tregojnë të mëshirshëm, i fal vetë mëshiruesi, i mëshiron vetë mëshiruesi. Janë rregulla hyjnore që ne na i mësoi feja jon. Prandaj vëllezër, zbuteni zemrën, motra muslimane, zbuteni zemrën Ramazan. Largoheni inatin, largoheni urrejtin, largoheni mendimet e këqija për njerëzit. Shihni, rregulloni raportin me Allahun xhaleshanu, rregulloni raportin me të gjithë krijesat e Zotit. Shpërndani mirësisat keni mundësi, se ky është muaj i mirësisë, ky është muaj i Ramazanit. Nëse ky Ramazani i cili neve po mbajmë për atë të Zotit, nuk na e thyn nefsin ton, nuk na e thyn neve urrejtën, nuk na e thyn neve inatet që kemi me njëri tjetrin, vallahi çfarë pret që të bëj Ramazani ditën që do të dalim para Allahu xhaleshanuhu. Vallahi nëse nuk na bën me zemër dhe me krahor të madh ky Ramazan, çfarë do të na bëj? Subhanallahu el-azim. O Zot, ty të lutemi ja Allah me Ramazanin tonë dhe me agjërimin që po bëjmë për ty, ja Allah, na i prano veprat tona. O Allah, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ja Allah, siç na e mundsove që të hyjmë këtë Ramazan, siç na e mundsove agjërimin e këtij Ramazani. O Zot, pranoje prej nesh dhe na bëj prej dashurve tu. O Allah, na bëj prej dashurve tu. O Allah, na i fal gjunahet edhe mëkatet dhe na i rregullo zemrat tona. Ja Allah, na jep forcën e besimit që të kapërcejmë, o Zot, dhe të i kalojmë ato gjëra që neve na lejnë peng dynja dhe na ahiret, ja Allah, ditën që do të
dalim përpara Teje. O Zot, largoje të keqen nga mendja dhe nga zemra jon një herë për gjithmonë. O Allah, Ty të lutemi, Ti je dëgjuesi i lutjeve tona. Ti je ai i cili ke në dorë gjithçka, ja Allah, na jep neve atë që neve kemi nevojë. Madje edhe më shumë se ç'kemi nevojë, se Ti je më i madh i bujar. Ti di hallet edhe problemet edhe nevojat e gjithë secilit prej nesh. O Zot, shëro, Ti je më i madh i shërues. Shëroj zemrat tona, ja Allah. Shëroj shpirtrat tan, shëroj plagët tona, ja Allah. O Zot, shëro, Ti je më i madh i shërues. O Zot, fal, Ti je më i madh i falës. O Zot, pranoj, ja Allah, dhe mos refuzo. Nëse Ti nuk na pranon, ja Allah, kush mund ta pranoj neve përveç Teje? Nëse Ti nuk na pranon, ne jemi të humbur, ja Allah. O Zot, lutemi Ty, ja Allah. Mos dalim prej kësaj xumaje vetëm se me lutjet pranuara, edhe vetëm se me mëkatet falura. Na falne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad.